Qysh sot, me një person të autorizuar në ndërmarrjen pastrimit ta nënshkruajmë kontratën prej 1.5 milion për punët shtesë. Neve na intereson si punëtor po flas. Naft me pas, kamion me pas, rrugë me pas. Ne i ripërsëritëm gatishmërinë tonë për të vazhdu punën me ata që janë të interesuar të punojnë edhe të ofrojnë shërbim. Ne e shprehim gatishmërinë tonë që qysh sot, me një person të autorizuar në ndërmarrjen pastrimit ta nënshkruajmë kontratën prej 1.5 milion për punët shtesë. Ne u dakorduam që nëse krijohen kushtet nga ndërmarrja e pastrimit që ata të kenë mundësi të dalin dhe të operojnë dhe të kryejnë shërbimin, ta kanë 1/3 e regionit të Prishtinës, sepse tani veç i kemi të kontraktuar dy operator ekonomik, do thotë nga ana jonë nuk ekziston asnjë hezitim. Ne shprehim edhe një herë gatishmërinë që të thirrim një seancë të jashtëzakonshme, që prapë ta sillim vendimin për subvencionimin e pagave për punëtorët. Na jemi pa mjete. Tash, komuna thotë i ka fajt menaxhmenti thotë unë s'kam të ardhuna, na i kanë nal. E vërteta është që dy operatorë privat vitin që shkoj, na kanë prunat gjendje. Që ne kemi pas kontrat me vlerë 420.000 euro. Ato 420.000 euro i kanë kalu privatit në momentin që ka operuaj. Në më thonë, në nuk e kemi marrë 420.000, për kemi marrë 250.000, 230.000, edhe jemi arë që aty ku jemi. Tash prap me privat këtë gjendje emergjente na dojmë zgjidhje. Neve na intereson si punëtor po flas. Naft me pas, kamion me pas, rrugë me pas. Tash kush e bë zgjidhjen apo komuna? A bënaj, dika duhet më drejtu. Realisht, thashin këto ditë të bëhet një seancë për me mujtë me në ndihmu. Sa i përket naftës, edhe u falë për një kontratë 1.5 milion, e cila dikur prej fundit janarit apo fillimit shkurtit, që e kemi aty për të shpemojnë ndërmend me datë. Që në shkruhet ajo,